Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Procesi i përgatitjes së fletëve të votimit për zgjedhësit jashtë vendit ka hyrë në fazën e dytë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur vendosjen e materialeve në zarfin B, i personalizuar për çdo votues. Ky zarf përmban të dhënat individuale të votuesit së bashku me udhëzuesin dhe numëratorin e postës. Të dy zarfe do të paketohen në zarfin përfundimtar, që do të dërgohet me postë. Subjektet dhe koalicionet politike vijojnë aktivitetet e tyre për garën e 11 majit. Dy forcat më të mëdha politike, PS dhe PD, kanë çelur zyrtarisht fushatën elektorale, ndërkohë që takime me elektoratin kanë zhvilluar edhe subjektet e reja. Parku Kombëtar i Butindit po shënon një fluks të lartë vizitorësh në këto ditë pranvere me turistë vendas dhe të huaj që zgjedhin të eksplorojnë peizazhin natyror dhe trashëgiminë e pasur arkeologjike të zonës. Rritja e vizitave në këtë periudhë sinjalizon një sezon të mbar turistik dhe nxit zhvillimin e turizmit kulturor në jug të vendit. Arqilea Turli është një piktor nga fshati Çuki i Bashkisë Sarandit, cili ka mbi 30 vite që është përkushtuar pikturës, veçanërisht ikonografisë në kisha. Edhe pse nuk ndoqi shkollë arti për shkak të vështirësive ekonomike, ja arriti të formohet si artist fal ndihmës së piktorëve në Greqi, aty ku edhe jeton. Puna e tij tashmë ka kaluar kufijtë e Shqipërisë dhe Greqisë, duke u përhapur në kisha të ndryshme në vende të tjerë të botës. Ju njohim tani më gjerësisht. Procesi i përgatitjes së fletëve të votimit për zgjedhësit jashtë vendit ka hyrë në fazën e dytë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur vendosjen e materialeve në zarfin B, i personalizuar për çdo votues. Ky zarf përmban të dhënat individuale të votuesit së bashku me udhëzuesin dhe numëratorin e postës. Të dy zarfet do të paketohen në zarfin përfundimtar, që do të dërgohet me postë. Procesi i përgatitjes së fletëve të votimit për zgjedhësit jashtë vendit ka hyrë në fazën e dytë. Pas përfundimit të fazës së parë me vulosjen dhe futjen e fletëve të votimit në zarfin A, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur vendosjen e materialeve në zarfin B, i personalizuar për çdo votues. Zarfi përmban të dhënat individuale të votuesit, së bashku me udhëzuesin dhe numëratorin e postës. Të dy zarfet do të paketohen në zarfin përfundimtar, që do të dërgohet me postë. Përgjatë 2 ditëve në Parkun Olimpik të Tiranës, 245.000 fletë votimi u vulosën nga punonjësit e KQZ-s në 12 tavolina pune, një për secilën qark. Në proces janë angazhuar 120 punonjës të ndarë në 3 turne, ndërsa shpërndarja e parë e zarfeve drejt votuesve pritet të nisë të hënën, pa u përmbyllë gjithë sasia. Për vendet e Europës pakot pritet të mbërrijnë deri në 22 prill, ndërsa në kontinentet e tjera afati maksimal i mbërritjes është 25 prilli. Dorëzimi do të bëhet vetë personalisht nga postieri, i cili do të kryej deri në 3 tentativa për të kontaktuar votuesin. Nëse nuk arrihet kontakti, zarfi do të lihet në kutinë postare më të afërt. Votat e diasporës që mbërrin në Shqipëri pas datës 11 maj, ora 19, do të konsiderohen të pavlefshme. Subjektet dhe koalicionet politike vijojnë aktivitetin e tyre për garën e 11 majit. Dy forcat më të mëdha politike, PS dhe PD, kanë çelur zyrtarisht fushatën elektorale, ndërkohë që takime me elektoratin kanë zhvilluar edhe subjektet e reja. Kryesocialisti Edi Rama në hapjen e fushatës së Partisë Socialiste i konsideroi zgjedhjet parlamentare të 11 majit si një mundësi historike për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Teksa kërkoi një mandat të katërt, Rama tha se në këto zgjedhje shqiptarët kanë në dorë fatin e vendit, ndërsa ëndrrën europiane shtriu edhe nëpër histori. Sipas kryesocialistit Rama, një erazi edhe kryeministër i vendit, dëshira e shqiptarëve për të bashkuar me familjen europiane është e pakrahasueshme me çdo popull tjetër në Ballkan. 11 maj e afërt sa 30 mëngjese dhe pasaj është vetëm një mandat i gjatë sa 4 vjetë për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Së bashku me ju në një marshim të fundit drejt tokës premtuar të Europës, profetit ton kombëtar, për të bërë një me fatin europian që ai atje, ndikal, na e përcaktoi si tonin, që më pas rilindasit tanë, herojnët e pavarësisë dhe të gjitha luftrave të mendimit patriotik shqiptar,
na e konfirmuan si amanet përmes një odiseje të pafundme, peripecish, kaplimi malesh e detrash. Dhe sot na ka zgjedhur ne fati për t'i dhënë shtysën e fundit gurit pavarësisë, lirisë, të barazisë para ligjit, duke mos e lënë më të rregulliset të poshtë si guri i Sizifit, por duke vendosur një herë mirë në këndin e ndërtesës europiane. Aty ku së bashku do të ngjisim edhe flamurin më të bukur në botë. Po ta mendosh, nuk kanë Ballkan një popull të dytë si arbrori, si shqiptari, që në shekujt pasosur dhe raskapitës të jetë ngullur si një asket në majt një shkëmbi për të mbjetuar gjithë shkaje dhe gjithë kujt, shpesh kundër çdo parashikimi. Prandaj dhe nuk kanë Ballkan një kom tjetër më të njësuar me ndjenjën e përkatësisë ndaj Europës, asaj Europe ku siç e shkruan rilindasit mbi flamurin e profecisë son kombëtare, dielli lind andej nga perëndon se sa ky komb, se sa ky popull. Duke ju dhënë e tëra pikërisht asaj Europe dhe duke u ndjerë saja në të gjithë tërësinë e vet, paçka se në sa shumë e shumë kora Europa nuk e ndjeu të sajën. Arbëria, Shqipëria ka mundur të fsheh brenda vetes në shekuj thelbin e vet perëndimor, ta ruaj atë përgjatë çdo persekutimi apo prapakthimi ose arratisje drejt lindjes, ta nxjerrë atë gjallë nga izolimi më i egër që ka njohur bota komuniste. Sipas kryeministrit Rama, Karta e Socialistëve për të qenë më pranë Bashkimit Evropian nuk është vetëm retorik, por një nevojë gjeopolitike duke parë sfidat që po përballet kontinenti. Një ditë pas hapjes së fushatës elektorale, Partia Demokratike dhe koalicioni opozitar Aleanca për Shqipërinë Madhështore kanë shpalosur programin politik për vitin 2025-2029, nëse opozita vjen në pushtet në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit. Bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka. Për solidaritetin, do bëjmë gjithçka për mkëmbjen, do bëjmë gjithçka për mirëqenien e saj. Qeveria e ardhshme do ketë Ministrinë e Familjes, në të cilën do zbatoj politikat më të avancuara të mbështetjes familjes shqiptare. Familja do mbështetet me bonus për fëmijën e parë, për fëmijën e dytë, 70 euro, 60 euro. Do mbështetet nga linja djerë në 23 vjeç për çdo gjë për fëmijën e tretë. Koha solli që sot me qindra mijëra familje janë me nëna kryefamiljare. Unë i garantoj ato se qeveria e ardhshme do të bëjë gjithçka për të lehtësuar, për të zgjidhur çdo mungesë dhe çdo problem që ato kanë, se fëmijët e tyre do kenë 200 euro minimum jetik. Se qeveria
për ato do bëjnë gjithçka për suksesin e bizneseve të tyre. Miqtë e mi, tek flasim për familjen, është shumë e qartë se zemra e saj, se epiqendra e saj është nëna, është gruaja, është motra, është vajza shqiptare. Na edhe ne zotohemi këtu para jush, se me vendoshmërinë më të madhe, do të luftojmë së bashku me ju, të rrëzojmë murin e patriarkisë, të dhunues, të verbër, të drejtave të njeriut, këtë mur që mban gjallë diferencat midis nënës dhe babait, midis motrës dhe vllaut, midis burrit dhe gruas, midis vajzës dhe djalit. I garantoj gratë dhe vajzat se do bëhet gjithçka për sukses të tyre, se bizneset e tyre do mbështesen me linja të veçanta, se ato që quhen shtëpiake do shpërblehen për punën e tyre, për punën që bëjnë. Në kuvendin e Partisë Demokratike ka marrë pjesë edhe drejtuesi i fushatës elektorale, Kris Laçvita, i cili në fjalën e tij tha se 12 vitet e fundit në drejtimin e Edi Ramës kanë qenë një dështim i madh dhe se kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka një program vërtet konservator. Koalicioni Euro-Atlantik ka xhelur sot fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Kreu i këtij subjekti politik Lulzim Basha tha se koalicioni Euro-Atlantik është alternativa për çdo shqiptar që do ndryshimin. Ai akuzoi qeverinë për korrupsion gjatë 12 viteve në pushtet. 4 vite tjera me Edi Ramën do të thotë më shumë korrupsion, më shumë dështime, më shumë stagnacion në rrugën që ne gjithë e duam drejt Bashkimit Evropian. Kur nuk ka qenë më e qartë zgjedhja. Me 11 maj, në shtëpi, le të rrinë korruptuarit e Edi Ramës, le të rrinë ata që kanë mbushur xhepat me taksat e shqiptarëve dhe me taksat e socialistëve, le të rrinë ata që shkënjyen. Koalicioni Shqipëria Bëhet çeli zyrtarisht fushatën elektorale nga qyteti i Vlorës. Në fjalën e tyre, para mbështetësve të pranishëm në shesh, Shabani dhe Lapa i shpalosën programin elektoral. Ka ndërtuar një sistem për të na kapur të gjithëve, për të na kapur të gjithëve në funksion të pushtetit të tyre, i cili në fund fare përfundon me 10 veta që vjedhin 2.500.000 veta. Ky është sistemi që ne jemi betuar për ta rrëzuar. Ky është sistemi që kërkon t'i mbaj njerëzit e varfër, kërkon t'i mbaj njerëzit ignorant, kërkon t'i mbaj njerëzit e varur. Sepse kështu fitojnë ata. Parku kombëtar i Butrintit po shënon një fluks të lartë vizitorësh në këto ditë pranvere me turistë të vendas dhe të huaj që zgjedhin të eksplorojnë peizazhet natyrore dhe trashëgimin e pasur arkeologjike të zonës. Rritja e vizitave në këtë periudhë sinjalizon një sezon të mbarë turistik dhe nxit zhvillimin e turizmit kulturor në jug të vendit. Stina e pranverës ka rikthyer gjallërinë në Parkun Kombëtar të Butrintit, një nga destinacionet më të rëndësishme kulturore dhe natyrore në vend. Gjatë këtyre ditëve parku po mirëpret një numër të lartë vizitorësh, si vendas ashtu edhe të huaj. Butrinti është një nga vendet më të mrekullueshme që kam vizituar. Kombinimi i natyrës së bukur dhe trashëgimisë historike është thjesht magjik. Më pëlqeu shumë kalimi nëpër rrugët antike dhe shëtitja nëpër këtë zonë të mrekullueshme. Vizita në Butrinti ishte një përvojë e paharrueshme. I dashurova rrënjët e lashta dhe peizazhin natyror. Peizazhi i bukur, trashëgimia arkeologjike dhe historia e pasur e Butrintit janë ndër arsyet kryesore që tërheqin vizitorët.
Rënojat antike dhe mjediset natyrore të mbrojtura ofrojnë një përvojë të veçantë për çdo që viziton këtë park, i cili mbetet një nga perlat e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Ishte një eksperiencë fantastike të shija Butrintin. Historia që ndodhet pas këtyre mureve është e jashtëzakonshme dhe tërheqëse. Do të rikthehem sërish për të eksploruar më shumë. Turizmi pranveror është një periudhë e rëndësishme për Butrintin, pasi i paraprin sezonit veror dhe ndihmon në promovimin e qëndrueshëm të zonës. Rritja e vizitave në këtë periudhë është një sinjal pozitiv për zhvillimin e turizmit kulturor dhe për ekonominë lokale, ndërkohë që administrata e parkut vijon të punojë për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e përvojës së vizitorëve. Në Sarandë ka nisur përgatitja për sezonin e ri turistik nga të gjitha strukturat hoteliere dhe bizneset. Kreu i turizmit Arben Qipa ka theksuar se objektivi kryesor i këtij viti është përballimi i fluksit dhe cilësia e shërbimit. Deri më tani duket se startimi i sezonit është i kënaqshëm, pasi kanë mbërritur edhe kroçeret e para dhe çdo ditë ka prenotime nga turistët. Pritshmëritë për sezonin e ri turistik në Sarandë priten të jenë tepër të larta nga ato të një viti më parë, ku erdhën për pushime turist nga mbar bota. Sipas kreut të turizmit Arben Qipa, thotë se muaji prill është muaji i përgatitjeve. Prenotimet janë më se të kënaqshme përveç apartamenteve që i nisin pak më vonë. Të gjithë eksponentët e turizmit janë në lëvizje maksimale, muaji prill është muaji i përgatitjeve, i përgatitjes në terren, ka fjalën në subjekte. Duket situata premtuese, situata e mirë duket në lidhje me prontimet. Ekzistojnë disa drithije në fakt, një kategori të sidomos atyre të apartamenteve. Nuk jemi të shqetësuar, por padyshim nuk mund ta injorojmë edhe faktin që edhe prontimet për disa nga nga një kategori akomodimi si apartamentet kanë çalojnë disi. Ndoshta është dhe pak shpejt, edhe apartamentet në fakt kanë tipologjinë që të prenotimet fillojnë pak më vonë. Situata përgjithësi duket pozitive, në Sarandë ka trokitur kroçeret e para, së shpejti fillojmë edhe me industrinë e jahteve. Mezi muajit maj do të ketë prezencë edhe më të madhe të vizitorëve. Qipa theksoi se çdo ditë bregdeti i Sarandës ka turistë dhe kjo situatë duket premtuese për vazhdimin e sezonit veror. Në Sarandë kemi prezencë turistike, e cila ka filluar ka pothuajse një muaj që ka filluar, dhe duket e ndjeshme dhe është ajo shije e parë e cila ndihmon në psikologjinë e qytetarit ku turizmi thret se sapo ka mbritur. Pra është një situatë e cila le të themi është premtuese, duket premtuese. Përvoja e vitit të kaluar, i cili shënoi një bum të turistëve dhe masat që janë duke u marrë paraprakisht, mendohet se do të jenë pozitive për një sezon turistik të mbar. Zërave të njohur të polifonisë në Gjirokastër po ushtohen edhe ata të fëmijëve. Vajzë dhe djemë nxënës të shkollave nëntëvjeçare tashmë janë bashkuar kursit që funksionon në Qendrën Kulturore Fato Berberi me qëllim përcjelljen e kësaj perle në Breza. Polifonia, kjo vlerë e madhe e folklorit muzikor shqiptar, duket se tashmë ka marrë zemrat e fëmijëve dhe të rinjve. Këta artistë të vegjël me zërat dhe angazhimin e tyre na sigurojnë se këtë kryevepër të trashëgimisë gojore të njerëzimit, të mbrojtur nga UNESCO, do të vazhdojnë ta shpalosin sikundër të parë të mundën ta ruanin dhe përcjellin deri në ditët e sotme. Është një mundësi që u është dhënë nga Qendra Kulturore Fato Berberi përmes kursit të ngritur një vit më parë, i cili tashmë drejtohet nga këngëtari i ri Alvaro Cenko. Janë djemë dhe vajza, nxënës të shkollave nëntëvjeçare të Gjirokastrës, që trajnohen 2 herë në javë duke bërë bashkë talentin dhe pasionin që kanë për këngën polifonike. Polifonia është një nga vlerat më kryesore. Unë e kam të trashëguar dhe pashtu dua jashmase që të mos u mbasi kur. Fëmijët i kemi nga moshat 12 vjeç, 13 dhe janë shumë të talentuar me thënë të drejtën. Fëmijët janë të interesuar dhe ata që nuk kanë talent po ashtu i mësojmë sepse dëshirojnë muzikën polifonike. Ditën e hënë dhe ditën e premte kemi kurset në orën kur mbarojnë mësimin. Kam 2 grupe që po i trajnoj, të shkollës Koto Hoxhi, po ashtu dhe të shkollës Nai Frashëri. Që prej ngritjes së këtij kursi, këta fëmijë janë bërë pjesë e aktiviteteve të ndryshme që organizohen në qytetin e Gurt, me interpretimet e tyre të këngës polifonike, duke na siguruar vazhdimsinë e kësaj perle të kulturës sonë kombëtare.
Arqilea Turli është një piktor nga fshati Çuk i Bashkisë Sarandit, cili ka mbi 30 vite që është përkushtuar pikturës dhe veçanërisht ikonografisë në kisha. Edhe pse nuk ndoqi shkollë arti për shkak të vështirësive ekonomike, ai arriti të formohet si artist fal ndihmës së piktorëve në Greqi, aty ku edhe jeton. Puna e tij tashmë ka kaluar kufijtë e Shqipërisë dhe Greqisë, duke u përhapur në kisha të ndryshme në vende të tjerë të botës. Nga fshati Çuk i Bashkisë Sarandës vjen historia frymëzuese e një artisti që i ka dhënë jetë muraleve të kishave me artin e tij të veçantë. Arqilea Turli ka nisur të merret me pikturë që në moshën 25 vjeçare, duke e kthyer këtë talent të trashëguar nga familja në një pasion. Unë kam nga 1996 kam filluar, edhe në 2001 kam hapur studio në Athinë, e që atëre punoj piktura me kishat. Arrita deri në Amerikë, Chicago, në Michigan edhe në Florida shumë vjet, edhe vazhdoj akoma pikturët përveç Greqisë edhe në vende të tjera. Edhe këtu në fshat përpiqem tani pa ndihmën e tjerëve e bëj pikturat, se jam prishur, kisha bërë para një 15 vjetësh, edhe nga lagështia jam prishur e tani i zëvendësoj vetë. Unë kam dhe vëllan pikturist, edhe vëllan djes pas tjetër ishte edhe ai pikturist, edhe kishim një si punë nga familja, po unë që i vogël më pëlqente, edhe kur mbarova klasën e 8 këtu në Çuk, erdhëm kishin marrë atëre për një konkurs nga kisha e mi në vizatim. Po nuk s'kishin para prindërit të më dërgonin Gjirokastër atëre, edhe kur u hapën rrugët ikën në Greqi, atëre më ndihmoi dhe një vajta në Prevez, më ndihmoi njëri, u dha një telefon të vesh në Athinë, po do të bësh pikturisë. E atje vajta... Do të vesh shkollë atje? Shkollë jo. Vajta me një pikturist tjetër, se po të vesh me pikturisë mëso më shumë nga se sa në shkollë. Është shumë e bukur. Po duhet të kesh durim në ratë të parë, edhe një vepër që e bën edhe 100 derë ta bësh, çdo herë është e veçantë. Mu pëlqen shumë piktura, arri me orë të tëra që pikturoj, edhe prandaj bëra edhe një studio këtu në fshat, bëj edhe portrete, bëj edhe pejsazhe, çfarë më bie, po si punë e përditshme është piktura. Punave në përkisha. Në përkisha. Se ashtu më njohin, domethënë, nga çdo kishë në kishë punë që vete, shikojnë të tjerë dhe thonë kush është ai pikturist që ka bërë këtu? Filani. Pikturat e kishës nga që janë shumë të vjetra këto, vizantine, është një ndryshim nga një pejsazh që bën dele dhe bën një anës det që bën. Bën një shënmëri duke sigur të jep forcë, të jep krah. Është e veçantë. Megjithse nuk pati mundësi të ndjek një shkollë arti për shkak të kushteve ekonomike, Arqilea nuk hoqi dorë. Mësimet i mori nga piktor të afirmuar, të cilët ja sugjeruan miqtë e tij në Greqi ku ai jeton prej vitesh. Sot ai është një ikonograf i njohur që ka realizuar piktura në kisha të ndryshme në Shqipëri, Greqi dhe vende të tjera të botës. Çdo ikonë që del nga duart e tij mbart shpirt, përkushtim dhe një mjeshtri që e ka ndërtuar me vite përpjekjeje. Unë për shumë po të marrë këtë, shënmërin këtu, brënda ditë se marrë. Sa kisha keni pikturuar? Të theme numur, mbi 150 kisha. Kaq vjetë. Objekte kulti, është dhe emocion për ju? Po, ratë para jo, është emocion. Nga manastiri Dinos, i themi që është më shumë në Greki, para një 15 vjetësh, më dërgon një porosi të njëjtën piktur 25 herë. Po ajo piktura ka shumë brenda, shumë detaje brenda, edhe sa mbaroja njërën, prisja tetën të mbaroj të dalë me, do më thënë nuk thosha që të mërzitesha 25 sop, si do i bëj. Të je forcë, kjo punë të je forcë. Ai e cilëson këtë si një nga punët më të bukura, por edhe më të vështirat që kërkon durim dhe ndjeshmëri. Dëshira e tij më e madhe është që këtë art ja trashëgojë edhe djalit të tij, në mënyrë që vlerat e pikturës ikonografike të mos humbasin, por të vazhdojnë të jetojnë përmes brezave. Ishim në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.